Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Përshëndetje të dashur shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit online Drita e Kuranit. Falënderimet dhe lavdërimet tona ja dedikojmë Allahut të Madhëruar, atij i cili është një dhe i vetëm. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi mëshirën e botëve, mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë pasuesit të rrugës së tij deri ditën e fundit. Paqja, bekimet dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të gjithë të dërguarit të tij që qoftë i lavdëruar. Shikues dhe dëgjues të nderuar, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes, selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Sapo kemi kaluar muajin e begat të Ramazanit dhe sot do të flasim rreth temës pas Ramazanit, le të jetë përsëri Ramazan. Dolëm prej muajit të bekuar të Ramazanit, dolëm me një qetësi shpirtërore, me një begati të madhe, dolëm të pastruar, të mbushur dhe të ngritur në nivelin më të lartë shpirtëror. A thua vallë do të mbetemi të tillë edhe pas Ramazanit? A thua i tërë ibadeti dhe adhurimet tona duhet të mbeten në nivel të lartë vetëm në muajin e begat të Ramazanit? Dietarët musliman pyetjeve të tilla e shumë si këto janë përgjigjur duke thënë se besimtarët duhet ta kenë të njëjtin interes, të njëjtin kujdes, të njëjtin vrull për punë dhe vepra të mira, të njëjtin qëllim me kryerjen e adhurimeve si në Ramazan edhe pas Ramazanit. Pra, për besimtarët e vërtet, duhet që edhe pas Ramazanit për ta të jetë përsëri Ramazan. Sigurisht, këtë pastërti të cilën e fituam gjatë muajit të begat të Ramazanit, duhet vazhduar edhe në ditët në vazhdim, derisa të trokas sërish në Ramazanit tjetër. Kjo është ajo që tregon vendosmërinë, përkushtimin, sakrificën dhe mbi të gjitha, dashurinë, bindjen dhe lidhjen tonë me krijuesin e gjithësisë, Allahun e lartësuar, si në Ramazan, po ashtu edhe jashtë Ramazanit. Një lidhje e tillë me Zotin e gjithësisë e ngren besimtarin në nivel shumë të lartë, sa edhe ëngjëjt lutën për të. Zoti i Madhëruar thot në Kur'an: ata ëngjëj që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth tij, e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët duke thënë: o Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë në mëshirën tënde dhe dijenin tënde. Prandaj, falje ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flakërues. O Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat u ke premtuar, së bashku me të devotshmit prej prindërve të tyre, bashkëshortëve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Ti je plotfuqishmi dhe i urti, dhe shpëtoje ata nga e keqja, atë që ti e shpëton nga e keqja, atë ditë ti e ke mëshiruar, e ky më të vërtet është shpëtimi i madh. Lexojmë në surën Ghafir, ajetet 7 deri tek ajeti 9. Pastërtinë shpirtërore që fituam gjatë muajit të begat të Ramazanit, duhet të harrojmë dhe të kujdesemi për atë, ashtu siç kujdesemi për pastërtinë e jashtme që qoftë edhe një njollë e vogël të na preki rrobat tona, ne menjëherë e pastrojmë atë, ose sikurse vëmre, nënat që kur aveshin fëmijëve të tyre rrobat e pastra, ata i këshillojnë fëmijët që t'i ruajnë dhe t'i mbajnë të pastra. Kështu duhet të këshillojmë edhe besimtari veten e tij, që atë pastërti dhe përkushtim që fitojnë në Ramazan, ta shoqëroj atë gjithmonë dhe të vazhdoj me të njëjtin ritëm në rrugën e Allahut të lartësuar, ashtu siç na porosit ai. Allah i Madhëruar thot në Kur'an, në surën Hashr, ajeti 18 deri tek ajeti 20: o besimtar, frikësojini Allahut dhe çdo njeri le të shikojë se çka përgatitur për të nesërmen. Kiheni frikë Allahun, sepse ai di çdo gjë që bëni ju. Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht, ata janë të pabindurit ndaj Allahut, nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Në këto ajete kuranore, Allahu i lartësuar na tërheq vërejtjen duke ngasmuar trurin ton që të përpiqemi vazhdimisht dhe në çdo kohë, pasi ajo që ne bëjmë është shoqëruesi ynë për të nesërmen ton. Kjo tërheqje vërejtje është mëshirë nga ana e Allahut të Madhëruar, pasi siç thot në fundin e këtyre ajeteve,
Ata që ruan dhe u përmban urdhrave të Zotit, fundi i tyre është xheneti, e kjo është fitore madhështore për besimtarët. Prandaj, du të bëjmë kujdes të mos prishim atë që ndërtuam për një muaj të tërë, me plot sakrifisa dhe bindje njëkohësisht, pasi vepra jonë na përcjell sikurse hija jonë dhe në ka dyshim se drejtësia gjithmonë do të realizohet. Tregohet se Allahu i lartësuar i ka thënë profetit Daud alayhis salam: "O Daud, lajmëro banorët e tokës, pra njerëzit, se unë jam mik i atij i cili është mik i imi. Jam bashkëbiseduesi i atij i cili është shoqëruesi im. Jam shoku i atij i cili shoqërohet me mua dhe e zgjedh atë që më ka zgjedhur mua, që është i dëgjueshëm dhe i bindur ndaj meje. Kush më kërkon, o Daud, me sinqeritet, mua do të më gjejë, ndërsa kush kërkon tjetër pos meje, atëherë mua nuk do të më gjejë." Kështu që le ta mësojmë veten të jemi të dëgjueshëm dhe të bindur ndaj këshillave kuranore, ta lavdërojmë dhe ta madhërojmë Allahun e lartësuar me zemër të sinqert, sepse zemra e sinqert i përmend emrat e tij dhe në çdo moment e përkujton atë. Vërtet, zemra e sinqert është e tëra e prekupuar me njohjen e Allahut, siç thot ky ajet kuranor. Përmende Zotin tënd me vete, i përulur dhe me frikë, jo me zot e lartë, në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe mos u bëhe nga ata që nuk ju kushtojnë vëmendje. Sura Araf, ajeti 205. Kjo është shkalla e lartë e besimtarit e që Allahu i madhëruar nga ne kërkon që të vazhdojmë. Prandaj, zemrën e ka pastruar ai i cili ka fuqi të mëdha të përqendrimit, ai që mediton thellë për Zotin e tij, dhe ai që e mposhtë nefsin apo epshin, i cili është pjesë e errët e që na pengon në njohjen e Allahut të lartësuar. Prandaj këtë pengesë ne duhet patjetër ta kalojmë siç e përmend Allahu në Kur'an. E ç'të mësoj ty se që është AKB rruga e vështirë? Sure Beled, ajeti 12. AKB, arabët i thonë një rrugë shumë të ngushtë, në të cilën mund të kalojë vetëm një njeri. Prandaj, Allahu i lartësuar pyet se ç'është kjo rrugë e vështirë. Shumica e dietarëve thonë se kjo rrugë e vështirë është nefsi apo dëshira jonë ilegale. Thonë pra që janë lakmi të ndryshme tek të cilat ne veprojmë në forma të ndryshme. Pastaj, profeti Daud alayhis salam e pyeti Allahun e madhëruar: "O Zot, si mund të të gjej apo të njoh ty?" Ai u përgjigj: "O Daud, lëre nefsin tënd dhe do të më gjesh mua." Këtë e gjejmë edhe në Kuranin famlar, ku Allahu i lartësuar thot: "Më thirrni mua, unë ju përgjigjem." Sura Ghafir, ajeti 60. Pra, thirrja e robit është bërthama e besimit, por që kjo duhet të jetë me sinqeritet të madh. Të gjitha gjërat ne duhet i kërkojmë nga Zoti i gjithësisë, por shumicën e tyre i kërkojmë duke mos ditur se mund të jenë në dëmin ton. Shumicën e gjërave ne mund t'i shohim si të suksesshme, por pas atyre fshihet diçka tjetër, fshihet dhe shqetësinë e tyre di vetëm Allahu i madhëruar, e i lartësuar, i cili në ajetin 16 të surës Kaf thot: "Ne kemi krijuar njeriu dhe e dim se ç'përshpërit ai në vetvete, dhe ne jemi më afër tij se damari i qafës së tij." Sigurisht Allahu është më afër se gjaku i cili qarkullon në trupin ton. Kjo është afërsia e tij. Prandaj këtë afërsi ne duhet përjetuar. Kur ne lindim jemi të pavetëdijshëm, kur rritemi bëhemi të vetëdijshëm. Sa më shumë rritet vetëdia jon, ne më shumë na preokupojnë gjërat e kësaj bote, na preokupon pasuria, pozita dhe shumica prej nesh thonë kemi kohë. E kjo më së shumë të ngjan kur është në pyetje ibadeti apo obligimet dhe adhurimet tona, të cilat ne duhet i kryejmë. Kjo më së miri tregohet një tregim të shkurtër, ku thuhet se kishte qenë një njeri dhe në afërsinë e shtëpisë së tij ishte një ferr, dhe kalimtarët u lutin që ta largonte atë ferr. Kur kalonte, koha kalonte dhe kur ai donte ta largonte atë, por ai kur arriti në pleqëri mundoi ta largojë atë, por nuk kishte mundësi, nga se ferra tashmë ishte rritur shumë, ndërsa ky ishte plakur dhe nuk kishte me atë fuqi të cilën e kishte pasur në rini. Prandaj, duhet të kemi kujdes me fjalën kemi kohë, sepse ne nuk jemi të vetëdijshëm për kohën tonë. Ne nuk mund të dimë se sa është koha jonë dhe duhet ta shfrytëzojmë atë derisa kemi mundësinë e të mos i qymë gjërat parësore për më vonë.
Në një hadith kutsi thuhet: jeto sa të duash, por do të vdesësh. Duaje këtë duash, por do të largohesh ngaj. Puno çka të duash dhe sipas veprave tuaja do të vlerësohesh. Pra, çdo dashuri tjetër posa Allahut të madhëruar është kaluese. Jeta në këtë botë është shumë e shkurtër. Prandaj, shikues dhe dëgjues të nderuar, besimtar dhe besimtare, duhet që ne të përgatitemi sepse na pret një udhëtim shumë i gjatë. Duhet të kemi kujdes dhe ta sigurojmë një udhëtim të lehtë. Duhet të kemi kujdes ndaj njëri tjetrit. Duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Duhet ta garojmë në vepra të mira dhe në mirësie në vepra të këqija e mëkate dhe në armiqësi. Për fat të keq, ne po garojmë si ta ofendojmë njëri tjetrin, si ta poshtërojmë atë dhe ta përgojojmë njëri tjetrin. Uniteti mungon sidomos në momentin më kritik, kur e ardhmja jonë duhet të vendoset në fakte që ne po dështojmë. Allah i madhëruar në Kuranin Fisnik ne përkujton kur thotë: në shumë bisedat të tyre të fsheta nuk ka kurfar dobije, përveç bisedës. Kush këshillon për lëmosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve. E kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut, ne, thot Zoti, do t'i japim me vonë në botën tjetër shpërblim të madh. Sura Nisa, ajeti 114. Pra, lipset dhe është e domosdoshme që në frymën e Kuranit Kerim të veprojmë dhe t'i aplikojmë këto këshilla. E lusim Allahun e madhëruar të na forcojë zemrat tona, të na forcojë dashurinë mes vetes, të na forcojë unitetin ton dhe mendimin e tij të ecim përpara të gjithë së bashku, sepse në këtë kohë kjo më së shumti na nevojitet. Amin. Shikues dhe dëgjues të nderuar, kjo ishte për sa i përket temës për ditën e sotme. Shpresojmë vërtet të përfitojmë të gjithë së bashku dhe ta bëjmë të tërë jetën tonë Ramazan. Ju përshëndes me përshëndetjen e bukur të Islamit, përshëndetjen e paqes. Esselamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, begatia dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju.